Shiko, ligji për arsimin e lartë ka qenë dështuar që në nisje. Në 2015 kaloi me protestat mëdhaja studentore, i cili një ndër akuzat më të mëdhaja që kanë qenë dhe nga aktivistët tanë, por edhe nga studentët që protestonin, ka qenë se ky ligj shërbente në thelb universiteteve private, duke shkatruar universitetin shtetëror publik. Dhe prej vitesh tashmë, edhe nga protesta e madhe e studentëve 2018-2019, ku u kuptua qartazi që ligji për arsimin e lartë ka dështuar edhe në praktik. Nëse më përpara ishte në teori, dështoi edhe në praktik. Mirë po, Rama duke se nuk e kishte bërë plan që të hiqte dorë nga aventurat e tij mbi futjes së duarve të politikës në universitet, edhe është për të ardhur keq. Në fakt, ai takim për mua është qesharak, është fyes për të gjithë kokat e universiteteve në Shqipëri, është fyes për universitetin vetvete, është fyes për arsimin, sepse gjithë ata drejtues të universiteteve që u mblodhen se i thirri Rama. Nuk u mblodhen për të diskutuar gjendjen katastrofale në të cilën është arsimi i lartë dhe arsimi parauniversitar në Shqipëri. Pra nuk u mblodhen për të propozuar diçka qeverisë, nuk u mblodhen për të propozuar zgjidhje. U mblodhen se u thirrën dhe zgjidhja ishte e gatshme. Ne nuk e dim qartësi se çfarë zgjidhje po jep Rama nga lart, por ne dim një gjë të qartë, që zgjidhje pa folur ekspertët, pa u mblodhur me truezat universitare, studentë dhe trupa akademike të pedagogëve, pa folur njerëzit të cilët janë të fushës dhe prekin ditë për ditë problematikat në këtë sistem, nuk mund të flasë qeveria. Qeveria po flet e para, ndërkohë që duhet të flasë e fundit. Çfarë problemesh ka më së shumti që duhet të filloj që aty reforma? Shikon, nuk mund të bëhet një reform e ligjit për arsimin e lartë në universitet pa bërë një reform në sistemin parauniversitar. Pra duhet një reformim i total i gjithë sistemit arsimor për të arritur në një pikë të caktuar.